Taulant Balla ka publikuar këtë të shtunë një video të tiktokerit Kozak Braçi, i cili shihet mbi një anije teksa hedh një kanaçe në det. Krahas videos, Balla shkruan se Braçi do të gjobitet me 200.000 lek gjobë për këtë veprim që sipas tij përbën ndotje të mjedisit. 200.000 lek gjobë për hedhjen e mbetjeve në det, shkruan Balla, duke konsideruar të papranueshme sjelljen e tiktokerit. Ndërkohë, Kozak Braçi ka reaguar menjëherë pas publikimit të videos, duke deklaruar se pamjet nuk janë filmuar në Shqipëri dhe se video është realizuar rreth 2 vite më parë. Kena qenë të bëj vlog me atë shokun tim që është Grek Sniku dhe kam qenë mes Mykonosit para 2 vjeç e ca. E ke edhe me datë kur është postu video që është akoma te profili im dhe sa e kam hull atë kanaçen që gjasme kam qenë të uqell të bë vlog me atë dhe kemi hull kanaç. Sa e kam hull e ka marrë ai shoku im me motoskaf mrapa direkt. Po këtë se kemi bërë thjesht për video se ne këtë punë merrna. Sipas Braçit, ai ka qenë në ishullin grek të Mykonos, kur është bërë videoja, ndërsa pretendon se kanaçja është hedhur vetëm për efekt të videos dhe më pas është marrë sëresht nga personat që ndodheshin në anije. Video është bërë para 2 vitesh në Mykonos. Kanaçja është marrë prap, nuk ka mbetur në det, është shprehur ai në reagimin e tij në rrjetet sociale. Braçi shton gjithashtu se edhe vendi ku është realizuar videoja mund të kuptohet leftësisht nga pamjet dhe jahtet që shfaqen në sfond, duke këmbgulur se nuk bëhet fjalë për territor shqiptar. Pas publikimit të videos dhe reagimeve të shumta në rrjet, debati është fokusuar te ndotja e mjedisit dhe ndikimi që personazhet publik kanë në rrjete, sidomos te të rinjt që i ndjekin. Një pjesë e komentuesve kanë mbështetur reagimin e Ballës, duke kërkuar më shumë masa ndaj personave që ndotin mjedisin, ndërsa të tjerë kanë dalë në mbrojtje të Braçit, duke argumentuar se videoja është e vjetër dhe sipas tij nuk lidhet me Shqipërinë. Për video se ne këtë punë merrna me video fani, me gallata, me gjona. Dhe biles ky shoku im në Greqi ka paguajt gjë për këtë gjë, a kupton? Se ka qenë dhe ai aty, edhe ka paguaj se kemi qenë në Greqi, ka 2 vjet e ca. Dhe video nuk është bërë fare në Shqipëri, mund ta testosh shumë mirë që duken jatet, veni, i di mirë ti këto venese, i brell më shumë se mu. Edhe me që ju dhim se të veni ka shumë, shifni për këto lumente se gjunavi keni shkatruar, keni betonizuar tan venin, lejeni TikTok-un.